a mërziten ose a i merr malli prindërit nëse ata janë në xhennet e familjet në xhenem ose anasjeltës, kur dihet se në xhennet nuk ka vuqje apo mërzi. Pra s'ka dyshim se në xhennet Allahu na bëv nasip, s'ka mërzi dhe s'ka brenga dhe s'ka përmallim. Për çka se njeriu çfarë i kujtohet në xhennet, Allahu Azza wa Jall ja mundson që xhenet li ta përjetoj. Të një ndër luqet e para të xhenet live porsa t'hin xhenet është që i drejtojnë Allahut Azza wa Jall me këtë luqje dhe i thojnë Elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falemdojmë Allahun Azza wa Jall i cili na i largoi brengat, mërzit dhe pikallimet. Për këtë arsye disa dietar nga selefët kanë thonë, nëse njeriu jeton këtë dunjë dhe nuk ka brenga, nuk ka mërzia, nuk ka telashe, le t'i bjen vetës mas, nga cilësitë e banorëve xhennetit janë ata që kanë brenga, mërzi dhe lodhje dhe raskapiqe në këtë dunjë. Pra në xhennet nuk ka mërzi. Ndërsa sa i përket se a përmallohen ai merr malli për prindërit apo anasjelltas, s'ka dyshim se nuk i merr malli për to. Ndërsa nëse janë banor nëse janë besimtar, prindërit e tyre apo fëmijët e tyre, Allahu Azza wa Jall në surat Tur na tregon se Allahu Azza wa Jall me mëshirën dhe mirësinë e tij, Allahu banorët, familjarët musliman është që i bashkon në xhennet me një pozitë. Pra nëse supozohet se prindërit janë një shkallë më të lartë, e fëmijët një shkallë më të ulët, Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin e Kerim dhe thot elhaqna bihim dhurriyyatahum. Ne jemi ata të cilët ja bashkangjesmim pasardhësit e tyre. Pra fëmijët i ngrit Allahu Azza wa Jalla në pozitën e prindërve apo anasjelltas. Nëse fëmijët janë në pozitë më të lartë në xhennet, ndërsa prindërit janë gjithashtu në xhennet, mirë po më ulët Allahu Azza wa Jalla i bashkon me një shkallë më të lartë ku gjenden fëmijët. Ndërsa sa i përket familjarëve, Allahu Azza wa Jall na ruajt që të cilët nuk janë besimtar apo vdesin në kufër, familjarët e tyre nuk i ban Allahu Azza wa Jall që të brengosen, që të mërziten apo të përmallohen për familjarët e tyre. Nga se situata dhe gjendja e xhenetit ndryshon krejtësisht. Ne sot brengosmi dhe mërzitmi për familjarët, dhimmi për ta për çka se dim se do të ketë ringjallje dhe ka xhennet dhe xhenem. Ndërsa në xhennet, banorët e xhennetit, siç kanë ardhur në ajetet Kur'anit Kerimit dhe hadithet pejgamberit Allahut, janë të angazhuar. Me çfarë janë të angazhuar? Ata nuk janë të angazhuar me pikëllime, brenga dhe përmallime, po ato janë të angazhuar me mirësi, me bukuri dhe gëzime. Allahu na bëf banor të xhennetit.